president konsensual herën e kalume, refuzohesh. Ti ofron 4 ministri dhe zonës kryeministrën e parë veç për me orë me kriju korumin për me zgjedhë një president konsensual, refuzohesh. Ti ofron kryetarin e parlamentit, qoftë PDK-s, qoftë LDK-s, pa i përfshirë në qeveri, veç me mundësu zgjedhjen e presidentit, refuzohesh. Ti ofron që mi propozu 3 emra opozita, me kriteri minimale jashtë sferës, le themi jashtë debatit aktual politik, dhe ti e voton njërin për tyre refuzohesh. Mos u ndërprej. Dhe ti mos u ndërprej. Dhe ti a propozon një figurë konsensuale, refuzohesh. Ti çka mi thon popullit zoti Ahmeti? Çka mi thon popullit? Çka do të më bëj? Figura konsensuale. Shoqja Albina Haxhiu të figurë konsensuale. Zonja Rushiti. Po shoqja Albina Haxhiu, çeni zgjidhja. Po dhe shoqja jote. Po dhe shoqja jote. Ja, më nuk është. Po ke punu krejt organizatat e qeverisë. Mos e devalvo figurën. Mos e devalvo. Se më shumë një kriju. Mos e devalvo. Një grua aktiviste. Mos e devalvo. Ja, me mua debaton çka dush. Ja, me mua debaton çka dush. Politikan jam debaton çka dush me mua. Mos e devalvo një grup shoqëror. Edhe çështja aktiviste, shoqëri civile, edhe që policë pasjet jeni krejt ju. Mos e devalvo. Mos e devalvo një grup shembull aktiviste të shoqërisë civile. Mos e devalvo vetë se fushon për shtati projektit tonë. Nëse nuk ka marrëveshje, a mund të zona Rushiti sërish kandidate nëse nuk ka marrëveshje? Unë nuk e di, nuk e di sinqerisht. Sinqerisht unë po them që Kosova ka nevojë për konsensus sa i përket presidentit. Dhe janë 2 rrugë përpara. On dhe tot konsensusi për një figurë, se besoni që është absurde. E merë meni, sot zoti Matoshi ka këtë përvojë ma drejt për drejt. Po në Shqipëri, në